Mirë se erdhët, zonjë. A jeni mirë, Sonjo? Zonja Dilara? Të ka dërguar në klinik. Aty ishte një mjek si kasap. Ishte shtrirë në tavolinën e operacionit. Mundohej të bëj abort me dhunë. Në sytë e babait. Në sytë e babait të ndilte zjarë. Ai mundohej të bëj çdo gjë, Dilara. Njeriu që ta livanoset e dërgoja që mund të bënte çdo gjë, Dilara. Çdo gjë. Si ka mundësi të ma bësh këtë gjë, babi? Si ka mundësi? Urdhëro. Dilara, a je mirë? Po, mirë jam. A ndodhi diçka shpirt? Jo, asgjë nuk ndodhi. Unë po shkoj në Dubrovnik. Pse? Më mbeti të marrë edhe një nënshkrim. Ta kryej atë dhe do të vi. Sa të përfundoj do të kthehem. Në rregull. Kur të arri atje do të lajmërohem. Puthe Allazin për mua. Në rregull, do e puth. Kjo është ajo që më pëlqeu më shumë, zotri Damir. Shiko çfarë pamje ka. Ku është ky vend? Stambolli. Kulla Gallata ku është? Haliçi. Bosfori. Mere largoje këtë, ma sill Stambollin mua. Si urdhëroni. Eja. Harun Erguvani është nisur dhe po vjen, vlla.
që përfundimisht ta mbyll marrëzënien apo jo? A të përgatis një festë për mirëseardhje. Mendova se atëherë do më tregosh mua. Mendova. Po të më kishe treguar atëherë, do të mundeshim të vazhdojmë të jetojmë të lumtur. Pa marrë parasysh se 20 vite që i kaluam bashkë ishin kot. Përshëndetje. Është Gjansu brenda? E dashur? Spirt? E ja ullu. Si kalove sot, a u mësove me ekipin? Po, shumë bukur. Në fakt ne filluam të punojmë me njëherë. U gëzova. A je i uritur? Jo, hëngra diçka unë. E në rregull edhe unë hëngra. Faleminderit. Ju lutem. Merre Spirt. Faleminderit. E je mirë, dashur? Mirë jam, nuk kam gjë. Ishe sot në jetimore? Bleva disa gjëra për fëmijët, janë shumë të ëmbël, vetëm të shikoje. Emra nuk ishte aty, kur shkova e kishin mbërsuar atë. Ashtu? U gëzova shumë. Edhe unë. Ai do ketë një familje. Por u mërzita pak, u mësova me të, prandaj. E dashur, shiko, të kuptoj ty. Të kuptoj shumë mirë. Por dihej se kjo do të ndodhë. Dhe mirë shumë që ndodhi kështu. Ma ai fëmijë do të ketë familje. Kur thash ty të kishe thënë po, tani ne do ishim familja e tij. Nuk mundeshim, Gjansu. Duhet të qetësohesh dhe duhet të përfundosh me terapinë. Ashtu janë ligjet. E di? Atë e ka birsuar një familje shumë e mirë. Ashtu më tha kujdestarja atje. Shiko, sa bukur. Ma nuk do kesh nevojë të shqetësohesh për të. Po. Si të duk? A të pëlqeu filmi? Po, i mirë ishte. Po ty? Po, por përfundimi mund të ishte më ndryshe. Si ndryshe? Ata nuk arritën të jenë bashkë? Në rregull pra, kur nuk arrihet të jesh bashkë ka dashuri. Si ashtu, një minut. Kur je bashka nuk ka dashuri? A merr fund çdo gjë? Jo ashtu. Le të jetë ashtu siç don ti. Hazal, a u hidhrove me mua? Jo, pse të hidhrohem? Gata di? Ashtu mu duk mua. Hazal, eja me mua. Çfarë po bën? Eja me mua. Ballzo me mua. Këtu? Po këtu. Por çdo kush na shikon neve mitat. Atëherë ti më shiko vetëm mua.
ik? Çka ndodhi valla, kush po thret? Po kush tjetër mund të jetë në këtë orë të natës kur jam i luntur? Orangutani Keriman dihet. Përgjigje valla, ndoshta është diçka më rëndësi. Po lëre më Raman, çfarë gjë me rëndësi? Sërish do të filloj të flas. Do t'i hap vrimat e hundës, do të filloj të bërtet. O s'kan ku i vëlla. Kur të vish në shtëpi, merr 15 bukë shitore. Më beso, atë nuk e zë gjumi pa mos u grindur me mua. Ajo është gruaja ëmbël valla, mos thuaj kështu. Ozan, mos më shiko ashtu si flasun. Përbes mirë që kam një motër në jetë. Motër valla, motër. Të qasi që ndroj jetë gruaja ime, ajo kujdeset për djalin tim. Pa marr parasysh se është Kerimanjak apo Kerimal? Ajo është motra ime. Po pra motër. Por shiko. Për shembull shiko të zentime. Ajo në vend që ta merr rolin e nënës për ne, po na hap shumë të lashë mbi kokë. Përse ju hap të lash juve? Çka ndodhi? A dëshiron të marr pjesë nga pasuria? Jo valla, jo. Ndoshta do të vi çudi kjo që do të them, por unë e pash të zentime me një njeri. Po ai është grua e rritur. E di se nuk është e martuar. Sigurisht që do të ketë shok pranë vetes. Po valla është e vetme. Por më dëgjoj mua. Sidoqoftë, unë këtë njeri pastaj e pash në televizion, në lajme. Njeriu e kanë vrarë valla. Ai pas ka qenë hajni gjerdanove të shtrenjta. Ç'po thua kështu ti? Si e ka vrarë? Çfarë punë ka të zgjajuar me një njeri të tillë? Po valla. Çfarë punë ka të zgjej me madh njeri? Çka kërkon me ta? Nuk e di, por të zgjej me filloi të takohet me xhandanin. Unë dishoj të ajo grua. Kur thua xhandan, ti po thua për avokaten? Po valla ajo. Po çka lidhja ajo? Valla tezja ime dhe xhandani janë shoqe të vjetra. Prej kur është larguar tezja prej këtu, ata nuk janë takuar. Por kur u kthye tezja, ata fillon të takohen sërish. Xhandanin e njeh edhe ti. E din shumë mirë se çfarë njeriu është, e din se çfarë shoqërie ka ajo. Ajo shoqërohet me persona të rrezikshëm. Ajo do ta fusë të lashë edhe tezën time. Ti po thua se njeriu është i vrarë. Vëlla, këto punë janë ngatruara. Po pra, valla s'ka e din, as pak nuk më intereson për të dy, as për tezën, as për xhandanin. Çka të duan le të bëjnë, por mjafton të qëndrojnë larg nga ne. Por ti një xhandanin? Ajo ka diçka me familjen tonë dhe me mua. Ajo do na hap sërish të lashë neve. Frikohen valla. Jam i sigurt. Xhandani sërish po përgatit diçka. Do ta zbulojmë vëlla. Si do ta zbulojmë? Do t'i ndjekim, do të pyesim dhe do ta zgjidhim disi. Këtë dyshim. Si mendon? Mund t'ja dalim? E njeh ti atë? Ç'po thua kështu ti? Për bolte e qëndron o s'kan gëlpnar. Unë darda po mbledhu. Pa marr parasysh se çka dëshiron të bëjë xhandani, do t'ja prishim planin. Mos u bëj merak ti. Ju bëft mirë zotri Xhihan. Faleminderit. Ju mund të dilni zonja Fatma. Në rregull, natën e mirë, faleminderit. Natën e mirë. Xhihan? Alo, Dilara. Urdhëro. Desha të shoh se si e prandaj tu lemrova. Po e mirë. Nuk jam. Si të je mirë? Asun ka mirë, Dilara. Asun. Po ne jemi detyruar të jemi mirë, Dilara, për hir të fëmijëve tanë. Xhihan, shumë të kërkoj falje. Me të vërtet, nuk e di se si e bëra këtë. Nuk e di se pse isha e detyruar të gënjej tërë jetën duke të shikuar në fytyrë. Në rregull, mos qaj, Dilara. Xhihan, nëse Ozani e kupton këtë, do të vdeson. A e kupton? Mos fol kështu. Po e mbyll. Mirë, në rregull. Nën fotografi? Të shikojmë.
Eja të shikojmë bashkë. Eja pranë meje. Mbuloju. Eja. Ti shikojmë? Hajde atëherë Eja. Ti shikojmë? Ti a i kje parë edhe më parë këto? Po, këtë e kam parë. Shiko, kush është ky? Gjihan? Hajde bire ja peshit janë gati. Heja shpirt. Heja birë. Shikati. Sa të sopi do, na? Ose... Ja meri dhe ha, sa ke dëshirë. Eja. A mund të hash në darkë blu të tila? Shiko sa të bukur e janë. Buk? Jo, baba, faleminderit. Çka ndodhi, ke diçka? Jo, mirë jam, baba. Përbes ke diçka? Baba, i lodhur jam, prandaj. I lodhur jam shumë. Birë, më thuaj të lutem, ha? Baba... Në rregull, kuptova. Nuk dëshiron të thuash, ha? Gjihan, e di se unë nuk jam një njeri i besueshëm, por... Mos bëj kështu për hir të Zotit, baba. Të lutem mos bëj. Baba, unë jam në mes një labirinthi. Edhe ty nuk dua të mërzis. Edhe ti tani sa u ktheve, ka 4-5 ditë që po jeton në një jetë lumtur. Lëre mos e mërzit. Të lutem lëre. Edhe ti mos u mërzit, birë. Asgjë përveç vdekjes nuk është me rëndësi. Përbes çdo gjë është e kalueshme në jetë. Shif. Nëse ke nevojë për diçka, unë jam këtu. E di, baba, e di. Mirë jam unë. Përshëndetje. Zonja Gjansu, përshëndetje, mirë se erdhët. Urdhëroni uluni. Si mund t'ju ndihmoj? Unë kisha një pyetje deri te ju. Gjatë festës që organizua kishte një video? Më kujtua. E vendosëm në arshif atë. A ka mundësi që të më jepni një kopje mua vallë? Ne vetëm në arshif i mbajmë ato. Vetëm një kopje kemi. Ashtu, desha ta mbaj si një kujtim. Nëse kolegët ta nuk e kanë fshirë atë, mund t'ju bëj një kopje në DVD. A mund ta bëni këtë për mua? Shkoj ta shoh. Ju uluni këtu dhe rini në rahatin tuaj. Nuk do ta keni vështirë apo? Jo, çfarë vështirësie. Ju uluni këtu, unë do të kthehem më njëherë. Faleminderit. Zonja Gjansu, kolegët nuk e pas kanë fshirë ende. E bëra një kopje dhe po a dërzoj juve. Faleminderit shumë. Unë ju falenderohem. Ditën e mirë.
Erdhëm në park, Emre. A të pëlqeu? A të pëlqeu këtu? Ha? Përshëndetje. Përshëndetje. A mund të ulem? Sigurisht urdhëroni. Sa jam bëllësht ky? Faleminderit. Si quhet? Emre. Sa bukur. A ju ja keni vënë emrin? Po. Sa muaj ka? 2 muaj. A pingji? Aha. Shihet se pin qumërgjini. Shihet se është i shëndetshëm. Faleminderit. Edhe ju jeni e martuar, apo? A keni fëmijë? Jo, ende. Ju jeni shumë e re, do të keni fëmijë. Shpresoj. Çka keni, a jeni mirë? Mu morën mend pak. A keni ujë me vete vallë? Ta shikoj. Për fat të keq vetëm ujin e djalit e kam. Ama këtu afër ka një bufe. Në rregull, do ta marr unë. Faleminderit. Ju mos lëvizni, do të shkoj t'ju sjell unë. Do të shkoj t'ju sjell. Jo, mos u mundoni. Jo, shpirt nuk mundohem, por ju do të kujdeseni për Emren, apo? Sigurisht, faleminderit shumë. Emre, shihemi birë. Shpirt, shpirtin e nënës, po shkojmë. Emre, birë nënës. E kidnapuan djalin tim. Emre. Shpirt. Sërish të gjeta, ha? Ma askush nuk do na ndaj neve. Erdhi babi. A erdhi? Erdhi. Në rregull. Dal. Mirë se erdhe baba. Cila surpriza, Bir? Mirë se erdhi. Eja. Shiko baba. Eja. Si e baba? Mirë jam, ti si e? Surprizë bukur. Eja. Hajde baba, nxirre xhaketën, ja ul. Ja, A mbeti diçka gjysh? Jo. 2 baballar, 2 djem, 3 persona, llogaritë. Pa mua filluat baba. Jo baba, ende nuk kemi filluar. Eja Bir, eja. Ulu baba. Eja, hajde Sot dhe eja. kështu. Ma jep gjysh. Po të duash lajtur. Jo baba, lëre, nuk do asgjë. Çfarë Merr, baba. Hajde atëherë. Faleminderit Birim. Ju boft mirë. Me Bir. Hajde, ju boft mirë. Nga thal, Pse gjysh? ke nevojë të ngutesh. Shumë jam u rritur gjysh. Kishte i tillë dhe kur ishte fëmijë, sule pas ushqimit sikur t'ja merrte dikush pjatën. Baba, të lutem thuaj diçka Baba, gjysh. do mos ju përzije djalit tim. Shpirti im të bëf mirë. I ri është, le të haj. Nuk po e ngacmoj djalin, hajde. Baba, mrekulli është kjo.